problemet e brendshme natyrisht mund të shfaqen dhe është një vend i cili ka kaluar në historinë e vet kriza të thella, ndofta mund të jetë preludi një krize, po kjo do t'i lihet pak historisë, pra nuk është se janë të përgatitura vendet të cilat janë në konflikt për një përfundim apo për një ndalim të luftës në periudhën afatshkurtër. Pak a shumë kjo është situata, edhe pse mundet që të interpretohen sanksionet që Trump i vuri Rusisë si një lloj pakënaqësie e Trumpit, i cili mbas atij suksesit në marrëveshjen mes Izraelit edhe në ndalimin e luftës në Gaza, donte të arrinte dhe një të njëjtën gjë me Rusinë. Pra këtu mund të shohim dy gjëra, nga njëri krah sanksionet me të vërtetë nuk janë dëshkuese, po ndofta Trump për shkak të problemit që pati, pra të mosarritjes së një marrëveshje me Rusinë, atëherë sanksionet i vendos për ta ndëshkuar pikërisht Vladimir Putin. Po në terma afatgjatë është e vështirë që të japin reaksione konkrete. Mirë, po bashkë me sanksionet janë dhe presionet ndaj Kinës dhe Indisë. India duket se është shprehur e gatshme, madje sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, kanë nisur të shqyrtojnë edhe çfarë kontratash kanë lidhur deri në çfarë kohe për të shkuar më pas drejt një rishikimi të kësaj marrëdhënie. Po kështu edhe kompanitë kineze ditën e djeshme ndaluan importin nga këto dy kompanitë të sanksionuara, ndërkohë që pritet edhe një takim i Xi Jinping me Vladimir Putin, me Donald Trump javën e ardhshme. Po problemi që ndron si pakete kam Kledi, jo vetëm sanksionet amerikane, por si pakete të gjithë presionit që po i bëhet. Është e drejtë, po ajo që thoni ju, po në rastin konkret është e qartë që duhet ndarë çështja e sanksioneve nga situata gjeopolitike. Çështja e sanksioneve vlen për sa kohë që një vend arrin ta xhustojë situatën e vetë të brendshme ekonomike në raport me sanksionet. Dhe Rusia ka qenë një vend i cili ka treguar aftësinë për tu përshtatur me sanksionet. Sikurse ju thash, nuk është vend i vogël, nuk është ekonomi e vogël. Ka resurse dhe është një popullsi e cila në të mirë apo në të keq e di se çfarë është deri diku sakrifica dhe situatat problematike, nuk është një risi për rusët. Po, është tjetër kur je edhe në luftë dhe në presion, sanksionesh dhe tjetër gjë kur je në paqe dhe ke sanksione që mund të manovrosh. Sanksionet janë pasojë e një e konfliktit. Por ajo që ju thatë me Kinën, folet për Kinën, aktori i cili mbas rusisht është më pak i interesuar që Rusia të dalë vend humbës nga ky konflikt është pikërisht Kina. Kina të jeni të bindur për këtë, përveç se po nuk ndryshoj diçka në politikën e brendshme kineze që do të jetë revolucionare, fjala vjen. Po hamencoj, nesër Trump pranon që dorëzohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës dorëzohen dhe pranojnë bashkimin e Kinës e Tajvanit me Kinën, ndofta kjo mund të çonte në një përmbysje të pozicionit kinez në raport me Rusinë, po të mos harrojmë që në rast se do flasim për atë që balanca e fuqisë. Vetëm pak, pse nuk i intereson Kinës një Rusi e dobët, kur Kina ka interesat e saj të jetë një superfuqi dhe aq më tepër që ka edhe interesat e saj brenda Rusisë? Kina nuk mund ta bëjë, nuk mund të arrijë statusin e një superfuqie pa një aleancë të rëndësishme me vende të treta. Por ka dhe diçka tjetër që Kinës konfliktin i Rusisë me Ukrainën i ka interesuar në dy aspekte. Para punës sepse ja lidh Rusinë me qeren kineze, pra e bën aleancën shumë të rëndësishme dhe strategjike për Rusinë. E dyta, e bën ekonominë ruse të varur nga ekonomia kineze. Pra në rastin se ne do ta shohim Kinën si një superfuqi globale, po t'ju marr një analogji. Shtetet Bashkuara të Amerikës, lufta e parë botërore nuk i interesoi që të merrin pjesë,
por fundi i luftës parë botërore interesoi se në një farë mënyrë ato që ishin fuqitë e mëdha europiane, ato që quheshin fuqi botërore para luftës parë botërore, u bën fuqi të një rendi të dytë në të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dolen si një superfuqi e rëndësishme botërore, e cila pavarësisht se nuk e mori statusin e saj, e riafirmoi mas luftës dytë. Pra, këtë do të them që nëse ta shohim nga kjo pikpamje, Kinës i vlen Rusia sepse e ul statusin e vet si fuqi e rëndësishme, del në një rend të dytë, por krijon një lloj sinergjie për cilën është e varur edhe për politikë të jashtme, por edhe nga rrethanat ekonomike, e varur nga ekonomia kineze. Dhe prandaj i vlen që Rusia ta ruajë statusin, mos dali si një vend i humbur, sepse nëse del si një vend i humbur nga lufta, atëherë edhe prestigji i Kinës bie. Të mos harrojmë që e gjithë logjika e BRICS-it është ngritur mbi idenë e rezistencës ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi riformatimin e këtyre ekuilibrave global, bazuar jo vetëm mbi realitetin, por bazuar edhe mbi një lloj të drejtë morale. Të një bote në cilën aktorët duhet të kenë lirinë për të vepruar. Dhe këtë Kina e ka shfrytzuar shumë mirë, por edhe aktorë të tretë e kanë shfrytzuar, fjala vjen Brazili apo dhe vende të tjera, edhe të cilët janë bashkangjitur pak a shumë kësaj aleance informale me Kinën, në cilën Kina natyrisht do të përfitojë, dhe që Kina nuk ka një interes shumë të madh që Rusia ta humbi luftën, përkundrazi ka një interes që lufta të vazhdojë, fuqia ndoshta e Rusisë të ulet, por të bëhet sa më e varur nga Kina, dhe këtë deri diku kinezët e kanë arritur. Mirë, çfarë i duhet apo pse është kaq i interesuar Vladimir Putin të marrë Donbasin dhe të lejë rajonet e tjera? Vladimir, po nga pikpamja ekonomike Donbasi ka një farë rëndësie. Është një rajon industrializuar, i cili historikisht ka qenë pjesë e aparatit madh industrial, qoftë Bashkimit Sovjetik, qoftë të Perandorisë Cariste, dhe ndofta i bashkangjitet aparatit madh industrial që kërkon të ruaj Rusia. Donbasi i duhet, ose ajo pjesë e cila ka pushtuar i duhet, për shkak sepse